Ka sjell Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, i cili tregon se ka shkuar në xhaminë e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe profeti po falte namazin me xhamat. Po printe njerëzve në namaz. Edhe ky hyri në namaz, u lidh pas Profetit sallallahu alaihi wasallam bashkë me xhamatin. Duke falur namazin, njëri të shtiu. Edhe ky i tha yarhamukallah, i tha me zë, të mëshiroft Allahu. Qala faramani alqawmu bi absarihim. Sa në këtë moment njerëzit i po faleshin pranë meje, më hodhin shikimet. Ky ishte fillestar në fe. Nuk e dinte që s'bën me fol namaz, qoftë duke bërë një lutje për një tjetër. Edhe kur i hodhën shikimet, mendoi se kishte bërë një gjë shumë të madhe, ç'është kjo kështu. Edhe tha, wa thukla ummeja, ma lahum yanzuruna ilay. Tha, mirë për nanën time, se unë u shkatrova. Se do më hum nana, do më thënë, kuptimi që u shkatrova, kam bëjë gjë shumë të madhe. Qale fe ja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim. Filluan me iran me pëllam, me iran kofshave. Gjithashtu duke i dhënë të kuptonte se duhej të heshte dhe të mos fliste. Qale falamma ra'aytuhum yusammitunani sakattu. Kur vura re që kishin për qëllim që të heshta. Masi e mbaroi profeti sallallahu alaihi wasallam namazin, da'ani. Qala fa wallahi ma ra'aytu mualliman khayran minhu qablahu wala ba'da. Fa wallahi ma kahrani wala darabani wala shatamani. Dhe masi e mbaroi namazin, më thiri profeti sallallahu alaihi wasallam. Tani profeti do e mësonte. Por thot nuk kam parë mësues më të mirë se saj. As para ti dhe as mas ti. Thot, nuk më foli ashpër, nuk më goditi, nuk më shau, nuk më ofendoi. Kështu që kur mësojmë një njeri të paditur, duhet jemi të butë. Kur gabon një njeri i paditur ose fillestar në fe, duhet që ta trajtojmë çështjen e tij me delikatesë, me butësi, ta mësojmë me të mirë dhe me të butë, jo me të ashpër. Profeti sallallahu alaihi wasallam thirrjen e bonte të butë, këshillën e bonte të butë, dinte t'i afronte njerëzit, dinte se si t'i mësonte të paditurit. Edhe ky është një mësim për thirrësit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, për ata që mësojnë fenë njerëzve, për ata që kanë të bëjnë me fillestarët në fe dhe gjithë në trevat tona, kemi të bëjmë me njerëz të paditur, kemi të bëjmë me fillestarë në fe, ju ta kemi parasysh këta. Megjithatë, profeti sallallahu alaihi wasallam e këshilloi dhe e mësoi. I tha, inna hadhihi as-salat la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas. Inma hiya at-tasbih wa at-takbir wa qira'atu al-Quran. Në namaz nuk bën që të flasësh, se namazi është për madhurimin e Allahut, me tasbih, me tekbir, Allahu akbar dhe këndimin e Kuranit. Pra, ato që thuan në namaz janë të caktuara. Këndimi i Kuranit, tekbiri, tasbihun, ruku dhe në sejdë, lutjet janë të caktuara. Kështu që nuk bën me fol në namaz. Ky u qetësu, edhe filloi ta pyeste profetin sallallahu alaihi wasallam. I tha, ja Rasulullah, inni hadithu al-ahdi bil jahiliya wa qad jaa Allahu bil islam. Wa inna minna unasan ya'tuna al-kuhan. Qala fala ta'tihim. Edhe filloi ta pyeste profetin sallallahu alaihi wasallam për disa çështje. I tha, o dërguar Allahut, unë sa kam dalë nga jahilieti. Jahilieti ishte periudha para pranimit të Islamit, periudha e padijes, kur njerëzit nuk njihnin besimin në një Zot, nuk adhuronin Allahun vetëm, kishte besime të kota, besonin prallat, kishte gjuna, kishte vese të ulta, kishte punë të këqija. Ajo është periudha e padijes. Dhe njerëzit që para pranimit të Islamit janë padije. Prandaj thotë, unë sa kam dalë nga gjendja e padijes. Allahu ka sjellë Islamin, dritën e Zotit, dijen nga Allahu i lartësuar. Po ka njerëz në mesin ton, pra në fisin tim, do të më thonë ai, që shkojnë tek fallxhorët, që i pyesin ata për fatin, për të ardhmen e këtij radhë. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, mos shkoni tek fallxhorët. Mos shko. Mos i pyet ata. Pra nuk lejohet me pyet fallxhorët. Pastaj për e pyetjen tjetër, i tha, ja Rasulullah, wa inna minna unasan yatatayyarun. Ka edhe në mesin ton njerëz që bëhen pesimist me auguret.
me shenja që i quajnë ogurzeza. Për shembull, ka njerëz që bëhen pesimist me një ditë ose një muaj. Dita e martë, thonë, po të bësh diçka ditën e martë, nisesh një udhtim apo lidhje martese kështu, apo dita e mërkurë del ters. Del për keq. Ndjell keq kjo. Ose për shembull thonë për muajin shkurt, ose për periudhën mes dy barameve, ose kur të kalon macja e zezë në rrugë, ose kur thyet pasqyra, kur ka besime të tilla të shumta dhe në vendin tonë. Të shumë përhapura kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë përhapura. Se njerëzit që nuk besojnë Allahun, s'besojnë profetin, ose që nuk e njohin besimin e pastër, janë shumë të dhënë mas këtyre gjërave. Do të vërejë se si, domethënë momentet ka vendin se si hedhin orizin, shpërndajnë orizin kur marrin nusen apo derdhin raki. Rakia domethënë është vera, pijedese që bëhet nga rrushi. Lloj gjërash. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ndonjëri mund të parandjej diçka nga ato që njerëzit i quajnë ogure të zeza, por mos u zmbraps nga veprimi. Pra, nëse domethënë të lind një ndjenjë, një parandjej nga këto oguret, mos e përfjell fare, po vazhdo në drejtimin tënd. Mos u zmbraps, mos pyet. Mbështetet tek Allahu, vazhdo. Ky është kuptimi i fjalës profetit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj bëri pyetjen tjetër, tha ja Rasulullah, wa minna unasun yakhutun. Thaujë Allahut, ka dhe në mesin tonë njerëz që bëjnë vizë në rër, në tokë, vizë, duke pretenduar se në këtë mënyrë mund të zbulojnë diçka të fshehtë, diçka që do të ndodhë në të ardhmen. Profeti sallallahu alaihi wasallam ja tregoi se ku e kishte origjinën kjo viza në rër, po që njerëzit pastaj e keq përdornin. I tha qad kana nabiyyu min al-anbiya'i yakhuttu faman wafaqa khattuhu khatta fadhaka. I tha ka qenë një profet që bënte vizë në rër. Dhe kur bënte vizën në rër, Allahu ja zbulonte diçka të fshehtë. Ky është kuptimi i hadithit. Se Allahu i lartësuar ka zbuluar profetëve disa gjëra të fshehta të ghaibit. Dhe profeti jon ka treguar disa gjëra që do të ndodhin në të ardhmen. Ai kishte një mjet, një mënyrë, ja kishte dhënë Allahu, se po të bënte vizën, Allahu ja tregonte diçka. Prandaj tha profeti sallallahu alaihi wasallam, kush arrin ta bëj vizën aty ku e ka bëu ky profet, mundet. Po a ka mundësi që njeriu të arrijë ta bëj vizën aty ku e ka bëu ky profet? Përgjigjja është e pamundur. Kështu që është e pamundur që njerëzit të arrijnë të parashikojnë të ardhmen apo të zbulojnë diçka të fshehtë që do të ndodhë në të ardhmen përmes vizës në rër. Kjo është besimi kot. Kjo është e kot. Profeti pra i tregoi se ku i kishte origjinën dhe se si njerëzit e keq përdornin këtë mënyrë. Unë kisha një skllave, një robresh që më ruante baktit pranë kodrës së Uhudit, qibala Uhudin wal Jawania. E thot një shkova me pa gjendjen e baktive. Dhe vura re që ujku ja kishte ngrënë një bakti. Edhe unë e vrikosa, thot shumë. Edhe ja dhash një shuplak në fytyrë, i gjujti në fytyrë. Mirë pastaj u mendua, kam bë faj. Edhe shkova ke profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thash oj te Allahu, si njeri që jam, unë e vrikosa shumë. Edhe i rash një shuplak. Qala fa'azzama dhalika alayya. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ma quajti gjunah të rënd, se i kishte rënë robreshës. Aq tepër që ai s'kishte faj. Kishte rënë ujkun tuf, i kishte marrë një bakti, kishte shku. Thash ja Rasulullah, afala a'tiquha? Thash oj dërguar Allahu, ata liroj? Po e liroj për hir të Zotit, që Allahu të ma shlyj këtë mëkat që kam bërë. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ma sill këtu. Thotë çova ke profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe e pyeti profeti sallallahu alaihi wasallam, "Ejna Allah?" Ku është Allahu? Qalet fi s-sama. Ajo tha, Allahu është lart mbi qiell. Qala faman ana? I tha, po unë kush jam? I tha, ti je i dërguar i Allahut. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam pronarit sar Muawiyas. I tha, i'tiqha fa innaha mu'mina. I tha, liroje se kjo është besimtare. Këtë hadith të gjatë e solla për këtë pjesën e fundit, ku profeti e pyeti këtë robreshën.
A kjo ishte fillestare në fe, madje profeti nuk e dinte nëse ishte besimtare. I tha, ku është Allahu? E tha, lart me qiell. Këtë pyetje po t'u bërë disa hoxhallarëve që kanë besim të keq, janë rrugën e kelamistëve, rrugën e esharive, maturidive, e këtyre që janë përparësi logjikës, edhe keq shpjegojnë tekste, citate të shariatit. Po t'u bërë këtë, ku është Allahu? Trondite. Në vrikosën, si e bën këtë pyetje ti për Allahun? Si mund të pyetësh ti ku është Allahu? Se sipas tyre Allahu është kudo. Ose sipas tyre Allahu nuk është as mbrenda krijesave, as jashtë tyre, pra, që është Zoti na rrit, është mohim për ekzistencën e Allahut. Po ata nuk e pranojnë që Zoti nuk ekziston, pranojnë, ne nuk i quajmë qafira, amo fjalët e tyre janë kufër. Zoti është kudo, ka dhe vendet pista, ka dhe illi, ka dhe kish, pse tha aty është Zoti? Por shiko çfarë besimesh të këqija kanë xehmijet dhe ato sektet e këqija që kanë dalë për ty. Kurse në Kur'an Allahu i lartësuar ka përmendur emrin El Ali. El Ali i lartë, domethënë ai atij përket lartësia absolute. Ai është me gjitha krijesat. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, i gjithëmëshirshmi, është ngritur lart mbi arsh. Istawa, të gjithë dietarët e selefëve e kanë shpjeguar me kuptimin irtafa, është ngritur lart mbi arsh. E therën e ka sjellë Ishaq ibn Rahawayh në musnedin e tij, që është një dietar i madh i sunetit në kohën e Imam Ahmedit, bashkëkohës Imam Ahmedit dhe shok i tij. Edhe nga Mujahid transmetohet që me senet saktë që është me kuptimin ala, domethënë është lartësuar mbi arsh. Hadithet e profetit, siç është ky hadith, shumë hadithe të tjera, ixhma i selefëve, logjika e pastër, natyra e pastër. Domethënë ky hadith tregon që kjo vajzë kishte të natyrshëm besimin që Allah është lart mbi qiell. Është lart. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam e aprovoi besimin e saj. Këto ka dhe njerëz që thonë, kupton, të çështjen e lartësimit të Allahut mbi krijesat nuk duhet ta përmendër, se nuk e kuptojnë njerëzit, to janë hollësirat e cilësive, edhe kjo është qasje e gabuar. Çështja e lartësimit të Allahut mbi krijesat është shumë e qartë. Është çështje themelore. Është shumë e thjeshtë. E kupton dhe fëmia, e di dhe fëmia. Edhe i padituri, edhe fillestari në fe. Dhe përderisa profeti ja ka bërë këtë pyetje një fillestari në fe, kur ngjosh ndonjë hoxh apo ndonjë xhamat me metodë gabuar që thonë mos flisni për çështjen e lartësimit mbi Allah, mbi arsh, mos e ngrini këtë çështje, mos bëni pyetje njerëzve për këtë çështje, dije se kanë kundërshtim me rrugën e profetit. Ka çështje që lidhen me cilësitë e Zotit, me kaderin e Allahut, që janë shumë të hollësishme, dhe ato trajtohen vetëm mes dietarëve, mes studiuesve, mes hoxhallarëve, mes kërkuesve të diturisë, se masa nuk e kupton. Po kjo çështje është themelore, është shumë e qartë, shumë e thjeshtë. Kur bien sejdë, çdo musliman thot Subhana Rabbiyal A'la, i dlir nga tmetat dhe mangësit. I madhëruar dhe i lartësuar është Zoti im më i larti. El A'la, çfarë do thot? Më i larti. Pra Allahu është lart, ai është më i larti, ai mbi të gjitha krijesat. Ka më qartë se kaq? Kështu që domosdoshmë për të ardhur keq në shekujt e fundit, besimi që Allahu është kudo, gjithkund, ose besimi që Allahu nuk është as mbrenda krijesave, as jashtë tyre, as i bashkuar me krijesat, as i ndarë prej tyre, këto besime të këqija që i ceka dhe pak më përpara u përhapën ke një pjesë e madhe e hoxhallarëve, madje kanë qenë mbizotruese ke shkollat e mendimit fetar. Përveç një pakice. Pastaj desh Allahu që filloi të përhapet besimi i sunetit dhe ti kthehen njerëzit hadith, Kuranit dhe hadithit dhe ixhmait të selef. Domethënë shekujt e fundit një pjesë i lexonin hadithet Buhariut dhe Muslimin vetëm për bereqet, për marsi, jo për të kuptuar fen. Për të kuptuar fen dhe çështjet e besimit u referoheshin librave të kelamistëve, të cilët kishin përparësi logjikën. Dhe çfarë logjike? Logjikën e shtrembruar që e ka burimi ke filozofia greke. Allahu na ruajt. Kështu që kur të dëgjosh dikë që nuk e pranon këtë lloj pyetje, ku është Allahu? I bëhet fillestari, i bëhet dhe fëmijës. Ja mëson ku është Allahu, do të është lart me qej. Nuk pranon që të bëhet kjo pyetje. Është kundër kësaj pyetje. Irritohet po të bësh këtë pyetje. Dije se ajo bidatçi. Është tregues shumë i qartë.
Allahu shpëlej me të mira, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.